të oborave të shkollave janë kthyer prona, brenda janë kthyer prona. Ato prona që figurojnë hipotek nuk tjetërsohen, por ama për sa kohë aty nuk ka një leje ndërtimi, i takon bashkisë, i takon shtetit, që në ato prona, në ato hapësira të garantoj pastërti, të garantoj siguri. Dhe natyrisht të mbjell pemë, të bëj lulishte, të bëj çfarë do qoftë në këto prona komunitare, por pa qëllim fitimi. Në momentin kur ka një mundësi për të ndërtuar për qëllim fitimi, atë ndërtim i takon ta bëj privati. Duhet jetë shumë e qartë kjo për të gjithë, sepse është e pa imagjinueshme që ndërkohë që për pak vite bëhemi pjesë e Bashkimit Evropian, të kemi akoma diskutime mbi disa principe themelore të funksionimit të një vendi demokratik evropian. Karakteri social i pronës është i mishëruar në të gjitha kushtetutat evropiane dhe është normë e bashkëjetesës evropiane. Nuk mund dot të vësh në emër të pronës një gardh rreth rrodullt e dritares të katit parë dhe të rrisësh bakti. Më tutje